Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Lajmi i ëmbël, ish-banorja e Bigut shtatson për herë të parë. Ish-banorja e Bigut, Greta Kazazi, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me postimin e saj më të fundit në Instagram, ku nuk mungoi as humori dhe as konfuzioni. Në fotografinë që publikoi, Greta shfaqej në krahët e partnerit të saj, Ono, ndërsa ajo që ra menjëherë në sy ishte barku i rrumbullakosur. Duke bërë që shumë ndjekës të aludonin se ish-banorja mund të ishte në pritje të ëmbël, pamja u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale dhe komentet nuk munguan. Shumë fansa nisën menjëherë urimet dhe pyetjet për një shtatzani të mundshme. Megjithatë, atë që ata e ndjekin me shumë kurreshtje, pikërisht Gretën prej kohësh, e din se ajo është mjaft aktive në rrjetet sociale dhe nuk ishte lënë të kuptojë më erët për një lajm të tillë. Për të shuar gjithë dyshimet, ka reaguar vetë Greta me shumë humor. Ajo sqaroi se gjithçka ishte realizuar përmes aplikacioneve të editimit dhe nuk bëhej fjala për një shtatzani reale. 9 muaj? Jo, 9 sekonda Photoshop. As sikur të ishte edhe në jetë kështu. Shkroi ajo krahas fotos duke bërë të qartë se postimi ishte thjesht një shaka, por edhe një dëshirë për të ardhmen. Ndërkohë, Greta vazhdon të jetë shumë aktive pas eksperiencës së saj në Big. Vetëm 2 ditë më parë ajo organizoi një festë falënderimi për miqtë dhe njerëzit e afërt që e mbështetën gjatë rrugëtimit të saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.